Mbrëm rreth orës 20:10 në lagjen Drenovec të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria RE 23 vjeç nga Tetova, udhëheqës i një grupi tifozësh. Ai dyshohet se rreth orës 19:20 në rrugën Ivo Lola Ribar në Tetov, së bashku me disa persona me maska në kokë, kanë sulmuar fizikisht personat AJ 22 vjeç dhe DP 22, të dy nga Shkupi, me që rast kanë përdorur edhe stende të forta, duke u shkaktuar lëndime dhe duke dëmtuar automjetin e tyre Mazda 3. I njëjti është ndaluar në stacionin policor, është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe pas zbardhjes dhe dokumentimit të plotë të rastit, do të dorëzohet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 14 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në bulevardin Ilinden në Tetov, automjeti i udhëtarëve Volkswagen Golf me targat të Kosovës, i drejtuar nga MI 45 vjeç nga Kosova, ka goditur këmbësoren ZM 73 vjeç nga fshati Arnaqi e Shkupit. Në këtë aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar ZM, të konstatuara edhe në spitalin klinik të Tetovës. Mbikëqyrja në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov.